Për ta marrë flamurin i cili ishte i panjohur për ne deri në ato momente, vendosën një shtizë, kam siguru që nuk do të shihej apo nuk do të bëj publik nga dikush dhe në mënyrë që të mbaj udhëzimet ashtu siç erdhen nga Këshilli Organizativ. U vendos që unë t'jem ai i cili do ta shpalosi flamurin. Ai edhe guri po t'ishte, unë do ta vendosja në parlament me 17 shkurt të vitit 2008. Unë atëherë isha pjesë e kabinetit kryetarit kuvendit, zotit Jakub Krasniqi, dhe natyrisht isha caktuar t'jem edhe nga kabineti zotit Krasniqi dhe pjesë e organizimit të ceremonisë, e cila edhe të seancës që do të kulmonte pastaj pas ditën e 17 shkurtit me seancën e cila do të shpallej edhe pavarësia e Kosovës. Natyrisht se përgatitjet kanë filluar më herët dhe unë kam qenë i ftuar në natën e 16 shkurtit për ta marrë flamurin i cili ishte i panjohur për ne deri në ato momente dhe në mënyrë që ta ruaj, ta mbaj në një lloj diskrecioni kështu që të mos shifet as nga ligjvendësit, po as më pak edhe nga opinioni publik. Sepse kështu e donte edhe protokolli dhe ceremonia e shpalljes së pavarësisë. Dhe kam ardhur këtu në qeveri, në kabinetin tek ish kryeministri Thaçi, e kam marrë flamurin, pastaj jam kthyer në natën vonë, mund të them në mesnatë, në kabinet të kryetari i kuvendit. E kam vendosur një shtizë, e kam siguru që nuk do të shihej apo nuk do të bëj publik nga dikush dhe në mënyrë që të mbaj udhëzimet ashtu siç erdhen nga Këshilli Organizativ. Dhe pastaj të nesërmen jam kthy herët në mëngjes, në mënyrë që të sigurohena që prap kur të vije pjesa e kabinetit, por edhe kryetari i kuvendit, që të koordinohemi se si do të shkojë i gjithë procesi. Së bashku me atëherë organizatorën e të gjithë e Këshillit Organizativ, zonjën Qitaku, po në prezencë edhe me zyrën atëherë të ambasadës, tash ambasadës amerikane, atëherë akoma zyre që pritet mu bë mas 24 orëve, u vendos që unë t'jem ai i cili do ta shpalosi flamurin para ligjvendësve të nesërmen me 17 shkurt vitit 2008. Natyrisht një bashkëbisedim e kam pas vetëm me bashkëshortën time, sepse edhe ashtu kam shkuar vonë në mesnatë në shtëpi dhe jam dalë herët në mëngjes. Ndjesi, thënë të drejtën, nuk kam pas në kuptimin emocional, sepse ishte diçka i panjohur për ne, pavarësisht disa simbole hartës edhe të tjera, sepse ne jemi brez i rritur dhe edukuar me flamurin kombëtar, natyrisht me flamurin të cilët kanë sakrifikuar breza, dhe nuk ka që kishte ndonjë emocion të veçantë, por e përsëris ashtu siç kam thënë edhe herave të tjera që ai edhe guri po t'ishte, unë do ta vendosja në parlament vetëm as simbolizonte shtetin e ri i cili po lënte në pasditën e 17 shkurtit të vitit 2008. Jo, pak a shumë detajet e flamurit se si do duket, edhe atë e kam bërë për faktin se do të mbetej sekret, sepse nuk do të mund të interpretohet apo të përcillet, sepse nesër vetëm ishte dita kur do të bëj publike flamuri. Natyrisht pjesa ajo, nëse mund të them, një rreth i ngushtë i kryeministit Thaçi, por edhe nga presidenti Sejdiu dhe nga kryetari i kuvendit, kemi qenë ata të cilët ose që janë pjesë e organizimit, që kemi pa më herët dhe po me 17 shkurt pastaj u bë publik. Ditën kur e morët flamurin e vendos në kuvend, çu shke për juve, çfarë komente pastaj more kur njerëzit ju po në televizor që po e vendosin flamurin? Po, ashtu siç unë e kam parë, e ka parë edhe publiku, edhe njerëz, qytetarë të cilët
nuk ka qenë e lehtë, ndoshta mu pa një simbol I cili është këtë ndryshe nga një simbol I cili ishte, si të themi, personifikante gjithçka të kauzës për lirije, për pavarësie, sakrificën e brezave, siç është flamuri kombëtar, sepse edhe ndoshta edhe pavarësia ishte një lloj kompromisi, sepse idealet e popullit kanë qenë edhe popullit, por edhe të ushtrisë ligjore kanë qenë më të mëdha se sa pavarësia e Kosovës. Por në kuadër të kësaj, flamuri kishte komente pozitive në kuptimin e aktit të deklarimit flamurit dhe shpalljes së pavarësisë, po natyrisht edhe vërejtja të këto, apo mos pajtime me flamurin, sepse ishte diçka e re edhe për ta. Por gradualisht po shihet dita ditës se ky flamur po merr edhe hjeshin e vet, ngjyrat e veta, varësisht se si po hapron edhe shteti I Kosovës. Jo, kryetari I kuvendit ka qenë informuar edhe më herët. Por pjesa tjetër e kabinetit natyrisht se kanë pa të nesërmen, do thotë, kur kanë ardhur në mëngjes. Po, reagimet kanë qenë pak a shumë të njëjta, me diçka të cilët ishte I panjohur, por që rëndësia akti I shpalljes së pavarësisë ndoshta bante më të parëndësishëm flamurin se sa vetë momenti ku do të shpallej pavarësia, që për shumë kanë do të ishte një lloj utopie, nëse mund ta them kështu, por që po them pavarësisht ndonjë mos ndjesisë në raport me flamurin, tash mendoj që të gjitha kanë mendime ndryshe. Thot me shkurt nuk është I njëjtë. Ose të paktën në këto 5 vitet e fundit, e veç mas kë, ku pikërisht këto ditë po zhvillohen edhe seancat përfundimtare edhe nga prokuroria, por edhe nga mbrojtja për ish-krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës. Dhe kjo është një fatkeqësi e padrejtë që I bëhet jo vetëm atyre që janë atje, por I bëhet popullit Kosovës. Është pa kuptim që akuzat që I ka ndërtuar prokuroria speciale të mund të thuhen aq brutalisht nga prokurorë të cilët e them me bindje të plot që ata mund të kenë nacionalitet çfarëdo, por janë prokurorë që shërbejnë ekskluzivisht me dosje të kasapit Ballkanit Slobodan Miloševićit. Unë shpresoj, uroj dhe besoj në pafajësinë edhe të presidentit Thaçi, kryetarit Veseli, kryetarit Krasniqi dhe deputetit Selini. Shpresoj që ky është faktikisht 17 shkurti I fundit që ne e presim pavarësinë pa ta. Dhe po shpresojmë shumë që ne përgjigjen më të mirë që do t'i japim akuzave të pa baza është me 17 shkurt, ku I gjithë populli I Kosovës duhet të ishte në shesh, në mënyrë që t'i dhajmë mbështetje kauzës tonë për liri para zgjedhtash, dhe mos lejon që të rishkruhet historia Kosovës, historia më e lavdishme e ushtrisë ligjore të Kosovës, po natyrisht mbrojtja tyne do të thotë me mbrojtje edhe pavarësinë e 17 shkurtit. Sepse çdo përpjekje tjetër do të rënonte atë çfarë është arrit me 17 shkurt të vitit 2008. Shpresojmë dhe besojmë në lirimin e tyre.